Një grup i strukturuar kriminal ka tentuar hakerimin e sistemit të prokurorisë posaçme. Dy prej të dyshuarve, Zambak Gjoni, ish drejtori i parapurgimit të Vlorës, dhe Arnold Rroka, ish zyrtari i IMT-s, janë arrestuar në ndyshimet për ndërhyrje të paautorizuar në sistemet kompjuterike dhe grupi i strukturuar kriminal. Ndërhyrja në sistemin e strukturës antikorrupsion ka ardhur më 12 mars, por vetëm këtë të njëjtës SPAK ka pranuar se janë hakeruar emailët e disa prej prokurorëve, duke kopjuar akte, por pa mundur të sigurojnë akses në dosjet hetimore. Sipas SPAK nuk është arritur të ndërhyjë në sistemin e brendshëm të strukturës antikorrupsion. Ka rezultuar se është ndërhyrë vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve, por jo në sistemin e përgjithshëm të IT-së së institucionit. Personat përgjegjës kanë arritur të marrin disa informacione, pa mundur të sigurojnë akses në dosje hetimore. Po ashtu ata kanë tentuar të ndërhyjnë edhe në emailin e drejtuesit të prokurorisë posaçme, zoti Altin Dumani, por pa sukses, njoftoi prokuroria. Personat e dyshuar janë arrestuar në harkun kohor të 24 orëve pas ndodhjes së ngjarjes, ku Arnold Rroka rezulton të ketë ndërhyrë në emailët e prokurorëve Enkeleda Millonai, Elida Kaçkini dhe Bahar Dibra, ndërsa i dyshuari Zambak Gjoni ka shpërndarë informacionin tek persona të tretë. SPAK deklaron se ka mundur të bëjë sekuestrimin e pajisjeve të përdorura për të realizuar ndërhyrjen, si dhe skedarët e shkarkuar. Sipas prokurorisë, nga hetimi brendshëm administrativ, është konfirmuar se sistemi i përgjithshëm i IT-së nuk është cënuar. Deri në këtë fazë të hetimit, prokuroria thotë se nuk ka asnjë të dhënë që personat e arrestuar të kenë bashkëpunuar me personel të brendshëm të institucionit. SPAK siguron publikun dhe gjitha palët e interesuara se janë marrë të gjitha masat për të mbrojtur dosjet, të dhënat e ndjeshme dhe për të ruajtur integritetin e infrastrukturës së institucionit, përfundon prokuroria, ndërsa konfirmon se po heton për një grup të strukturuar kriminal.